është një fake proces, është një proces i rremtë, i turpshëm, i dokumentuar. Tani këtë kush e don këtë dedikasën që ja lash aty në rënju. Herën e kaluar, unë ju tregova se si Altin Dumani në vetin ka deklaruar se ka bler apartament dhe zyrë me vlera disa herë më tulta se vlerat e tregut nga Andon Pango që shiste disa herë apartamentet. Dhe se si Altin Troplini, Altin Dumani i dërgon të mashtruesit Pango që është dënuar 6 vite, bodyguardin e tij nga shteti, jo privatin, për të terrorizuar dhe për të nxjerrë njerëz nga shtëpia banimit, sepse mashtruesi Pango i dënuar nga gjykatat ja u kishte shitur të tjerë apartamentin e tij. Por sot unë jam këtu për një denoncim tjetër. Një denoncim të ri, i cili fakton se Altin mashtruesi, Altin Troplini ka mashtruar gjithçka lidhur me vilën Kubanon. Ky njeri që kryeson vetimun tani është i padej për asnjë funksion përveç se bangun e akuzës. Ju lutem, më ndiqni pak. Në rregull. Sot do t'ju tregoj për vilën ku banon Altin Troplini, të cilën në qoftë se ju bëni një check-up, një kontroll të intervistave të tij, ai thot se në atë vilë unë banoj me qera, dhe se me dokumenta shtetërore kanë deklaruar se vila është ndërtuar pothuajse e tëra para martesës së Troplinit me Ariklën, zonjën e tij aktuale bashkëshorte, në mënyrë që askush mos mund të lidh ndërtimin e vilës në Dhëndurin. Pra, Altini është bërë dhëndër aty në atë familje pasi kishte përfunduar vila. Dhe po të thoshte ndonjëri nga ju se vila u ndërtua me parat e Altinit, do thoshin se ky është i mashtrim, sepse Altini është bërë dhëndër pas përfundimit të vilës. E kuptoni ju? Dëgjojeni pak, është e fortë shumë. Është shumë e Kur u bë vetimu i Altin Troplinit, prinët e bashkëshortes paraqitën një deklaratë notariale duke deklaruar se një deklaratë notariale numër 1516, numër 432 datë 15/6/2019. Prindërit e gruas tij, ku deklarojnë se parat për ndërtimin e vilës i kanë marrë nga misionari Graham Bell për gjatë viteve
1999-2003. E kuptoni ju, bamirësi madh, si puna e Rapush Xhaferit. Pra, i kanë marrë gjatë këtyre viteve dhe kanë qenë afro 45.000 pound. Po se si misionari ipte 45.000 pound një familje, kjo është ka shërbyer si kish, ka thënë zoti Dumani. Kurdo? Ka shërbyer si kish. Ja u gjive, ja u viun, po pikërisht, bravo. Banesën kombinat. Bravo.